Besoj që e në një ori të gjithë situatës krijuar, zoti Dari ka ftuar në konsultime. Konsultimet nënkuptojnë që duhet pas vullnet të dy anshëj. E vërteta është që aktualisht ne kishim 57 vota dhe 3 abstenime. Pra është qartë që nevojitet vetëm një vot, gjithsesi një mirëkuptim, konsensus, vullnet i partive tjera parlamentare në mënyrë që të vazhdojmë tutje me zgjedhjet e nënkretarëve. Gjithsesi, ne si qeni njëri ka pas disa veprime tashmë, edhe kryesuesi i seancës zoti Dehari ka ftuar në konsultim partitë politike, dini që shumë herët kryeministri Kurti ka dërguar letër LDK-s, por në situatën kur kemi partitë si LDK, PDK të pozicionuara në qëndrimet e tyre, po ashtu AKën të betonuar madje në qëndrimet e tyre me deklarata edhe të papranueshme, jo rrallëherë edhe me ofendime, me fjalë që nuk ju takojnë deputetëve të thuhen, është e qartë që ky vullnet mungon. Andaj edhe duhet që secili prej deputetëve të reflektojë për përgjegjësitë e tyre si deputet të kuvendit në mënyrë që të japin maksimumin edhe të kemi konstituim të institucionit. Tani kjo është e drejtë që i takon lëvizjes, sikur të vazhdohet me këtë logjikë, atëherë do duhej që edhe ne të impononim kandidatët për nënkretar të partive tjera, pra edhe deklaratat ndaj zonjës Haxhiu janë jo vetëm se të papranueshme, por siç u bë qartë tashmë, tendenca është përtej asaj që të arrihet një konsensus apo një votim. Edhe ato janë jo vetëm të papranueshme, por shkojmë përtej asaj që i takon një partie tjetër, pikërisht për shkak të gjuhës edhe termave që janë përdorur. Diskutimet nuk duhet të shihen si diçka sa për të diskutuar, por kur ulesh për të diskutuar, natyrisht duhet pasur edhe vullnet për të gjetur një zgjidhje. Përderisa ky vullnet është e qartë që mungon, atëherë edhe diskutimet sa për të qenë nuk kanë ndonjë vlerë. Faleminderit shumë.